Andaj të nderuar vëllezër, lufta e këtij armiku kur nuk do të ndalet ndaj popullit shqiptar. Pa marrë parasysh negociatave, pa marrë parasysh atyre bisedimeve që ne i bëjmë me ta, sepse të nderuar vëllezër nuk është vetëm bindja abdetare. Lufta me Serbinë është luftë fetare. Dhe këtë e themi me përgjithësi të plotë. Sepse nacionalizmi serb të nderuar vëllezër është krijuar nga popi. Dhe nacionalizmin serb, sipas librave që e cekun disa prej historianëve, si është Ahmet Zahilić, cili ka shkruar një libër që thotë babai i urrejtjes serbëve ndaj bosnjakëve dhe shqiptarëve, tregon qartë se nacionalizmin serb të sotshëm, të tmerrshëm e ka krijuar Shënsava, një prift i cili e ka formuar Serbinë e madhe të nderuar vëllezër me vllahun e tij që ka qenë politikan Shën Stefani. Andaj, nacionalizmi serb është krijuar nga kisha të nderuar vëllezër dhe ka bindje fetare. Dhe sot ajo bëhet gjallë me dy elemente, nga kisha ortodokse serbe dhe nga Akademia e Shkencave të Serbisë. Me gjithë potencialin që kanë, edhe kisha, edhe Akademia e Shkencave punojnë së bashku. Janë në një vijë së bashku në mënyrë që ta rrëzojnë dhe ta zgjesojnë popullin shqiptar. Masakrimet e fëmijëve tanë, masakrimet e grave dhe motrave dhe vëllezërve tanë janë bë me bekimin e popit. Andaj, në qofse me bekimin e popit Serbia mundohet që ta marrë këtë tokë, duhet të jetë gjithmonë bekimi i hoxhallarëve që ta mbrojnë këtë tokë. Andaj lufta me Serbinë është luftë fetare para se të jetë luftë kombëtare. Dhe duhet të gjithë mobilizohemi që ta mbrojmë këtë vend, që ta mbrojmë këtë dhe, ta mbrojmë fenë tonë, ta mbrojmë pragun tonë, ta mbrojmë moralin tonë, sepse në 98 dhe 99 u rrëzuan shumë xhami, u goditën shumë xhami, u vranë shumë hoxhallar në prag të xhamive të tyre. Fatkeqësisht, pse ata janë para neve të nderuar xhamati? Sepse kisha bashkëpunon me një bashkëpunim të thellë me Akademinë e Shkencave të Serbisë, kurse Akademia e Shkencave tona, derë që nuk e ka ngritur nacionalizmin shqiptar dhe nuk punon për të, por e ka futur në sistemin e njerëzve në popullat Afeja Akumbi. Andaj, a ke dëgjuar serb gazetar të thot Afeja Akumbi të nderuar vëllezër? Nuk dëgjon? Jo, është një futje dhe një keqpërdorim i popullatës shqiptare në mënyrë që ta përçaj hoxhallar dhe të përçaj popullin, në mënyrë që ta përçaj fenë me popullin. Andaj, përderisa të vazhdon pyetja a kombi a feja, atëherë ne gjithmonë do të jemi të përçarë. Gjithmonë nuk do të jemi bashkë. Feja dhe kombi shkojnë bashkë të nderuar vëllezër. Feja dhe kombi janë sikurse syri djath dhe syri majt. Ato nuk kundërshtohen me njëra tjetrën. Dhe çudia më e madhe është prej Akademisë së Shkencave të Kosovës, pali njerëz që thonë se hoxhallarët kanë qenë të paguar nga Serbia. Andaj, në qoftë se del dikush me ndonjë argument të nderuar vëllezër, argumentoj neve se cili prej atyre hoxhallarëve ka qenë imam në Laush, apo ka qenë imam në Polac, apo ka qenë imam në Krajkov, në xhamiat e vjetra. Le të na dalin me argumente se ata ka qenë të Rusisë. Kemi argumente. Mulla Hajdini ka vdekur në Laush përballë xhamisë. Kemi argumente që Mulla Ilas Broja është pushkatuar. Kemi argumente që Ibrahim Polaci është mbytur në burg e Idris Gjilani është vrarë kështu me radhë. Pa janë duke shënuar tematika në magjistraturë dhe doktoraturë për kontributin e hoxhallarëve për mbrojtjen e këtij vendit. Akademia e Shkencave të Kosovës dhe proklamon të kundërtën pa argumente, me mlef, dhe na tregon se ajo është duke kontribuar për Serbinë e jo për Kosovën. Lutim Allahun azza wa jall. Allahu azza wa jall ta siguroj këtë vend ya rabbil alamin. Lutim Allahun subhanahu wa taala i permisoj politikanët tanë, i permisoj popullin tanë dhe që të edukohen se feja islame gjithmonë është në mbrojtje të këtij dini, gjithmonë është në mbrojtje të këtij vendi dhe të këtij populli, dhe në mënyrë që të bahemi bashkë ta luftojmë armikun shekullor. Andaj të nderuar vëllezër, gjithmonë duhet të jemi gati. Pse ajo ndodhi në javën e kaluar, është rrezik që ne gjithmonë ta harrojmë atë që po na ndodh neve. Andaj duhet të bëhemi bashkë dhe të përgatitemi gjithmonë. Lufta me armikun ton shekullor mund të ndodhë edhe nesër. Aqul qawli hadha wa sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum.